Gjykata kushtetuese ka pezulluar dekretin e presidentit për zgjedhjet e parakohshme të caktuara më 9 nëntor në Tiranë, pasi Erion Veliaj ankimoi vendimin e shkarkimit të tij si kryebashkiak. Në vendimin e kushtetueses thuhet se dekreti i presidentit është pezulluar vetëm për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Çka do të thotë se zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki të tjera, përfshi edhe Bashkinë e Vlorës, do të zhvillohen. Në vendim thuhet gjithashtu se kushtetuesja kaloi çështjen me kërkues Erion Veliajin në seancën plenare publike të datës 31 tetor 2025. Gjykata kushtetuese vendosi një zëri të kaloi çështjen me kërkues Erion Veliaj në seancën publike plenare të datës 31 tetor 2025 dhe të pezulloi dekretin e presidentit për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, sqaron vendimi. Më 2 tetor, avokatët e Veliajit depozituan në kushtetuese një ankim ndaj dekretit të presidentit të Republikës që shpalli vakancën në Bashkinë e Tiranës dhe vendosi datën e zgjedhjeve të pjesshme. Me vendimet e kushtetueses do të thotë që zgjedhjet e pjesshme në Tiranë nuk do të zhvillohen. Sipas presidencës, dekretimi i zgjedhjeve të pjesshme u bë pas marrjes së njoftimit për vakancën nga Këshilli i Ministrave më 30 shtator 2025, ashtu si edhe për bashkitë e tjera. Në sqarimin e tij, presidenti i Republikës theksoi se nuk ishte shqyrtuar meritën e shkarkimit, por vetëm rregullueshmërinë e procedurës, duke respektuar parimin e neutralitetit institucional dhe autoritetit vendimarrës të Këshillit Bashkiak dhe Këshillit të Ministrave. Partia Socialiste ka zyrtarizuar edhe Ogerta Manestriliun si kandidate për Bashkinë e Tiranës, ndërsa opozita doli me kandidatin e pavarur, Florian Binaj.